Partitë politike shqiptare në opozitë dhe pushtet kanë reaguar pas vendimit të gjykatës kushtetuese me të cilën ja ndalon Bashkësisë Fetare Islame që të themelojë shkollë të mesme private. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim kanë dënuar këtë vendim duke e quajtur atë politik dhe antikushtetues. Ata kanë akuzuar Vlenin që është në qeveri se në vend që të mbrojnë qytetarët, ata mbrojnë kariket dhe shefat e tyre. Ky vendim është sulmi drejt për drejt ndaj lirisë fetare, ndaj dinjitetit të komunitetit musliman dhe ndaj një të drejtë që u fitua si korrigjim i një padrejtësie historike gjatë qeverisë së udhëhequr nga BDI. Dhe kjo nuk është thjesht një çështje gjyqësore, kjo është betejë për dinjitetin kolektiv, por më rëndë se vendimi i gjykatës është heshtja e turpshme e përfaqësuesve shqiptar në këtë qeveri. Në vend që të protestojnë, ata heshtin, në vend që të japin dorëheqje, ata justifikojnë. Në lidhje me këtë vendim ka reaguar edhe kryetari i Lëvizjes Populli Skender Recep Zeti, ku sipas tij, kjo është shkelje e rëndë e të drejtave të garantuara nga kushtetuta. Absurdi më i madh është se me diplomën e medreses Isabeu mund të vazhdosh në universitete prestigjioze në Turqi dhe në rajon, madje edhe në vendet perëndimore, por jo në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në shtetin ku kjo medrese është e themeluar. Kjo nuk është as gabim e as rastësi, kjo është një politikë e qëllimshme diskriminimi dhe një sulm i organizuar ndaj identitetit dhe ekzistencës sonë. Ndërkaq nga Vlen kanë akuzuar se me këtë vendim doli e vërteta në shesh se medresia nuk është akredituar kurrë në mënyrë të ligjshme dhe se BDI vetëm e përdori për qëllime politike. Vendimi i sotëm e vërteton përfundimisht se BDI nuk ka zgjidhur asnjë çështje shqiptare me ligj dhe kushtetutë, por vetëm ka gënjur dhe ka mashtruar për vota. Medreseja Isabeu nuk do të përdoret më për lojra të ndyra politike dhe fushata boshe. Ne jemi duke punuar për një zgjidhje përmes së cilës kjo çështje do të mbyllet përfundimisht një herë mirë larg manipulimeve të së kaluarës dhe afër drejtësisë së merituar për shqiptarët. Gjykata kushtetuese në seancën e së mërkurës shfuqizoi vendimin për dhënien e miratimit për themelimin e shkollës private të mesme Medresia Isabeu në Kondov, e cila u miratua nga ana e qeverisë më 26 mars në vitin 2024. Me këtë, nxënësve të medreses u pamundsohet që të regjistrohen në universitetet në vend. BFI nga ana tjetër në reagimin e saj paralajmëroi betejë juridike në lidhje me këtë rast. Ata informuan se veç më kanë iniciuar procedurën e gjykatën kushtetuese për vlerësimin e kushtetueshmërisë së nenit 7 të ligjit për arsimin e mesëm, me cilin nuk lejohet mësimi fetar në shkollat e mesme, me arsyetimin se i njëjti është në kundërshtim me amandamentin 7 dhe neni 22 të Kushtetutës së Maqedonisë së Veriut, i cili çdo qytetari i garanton lirinë dhe mundësinë për arsim fetar në shkolla fetare të organizuara nga BFI dhe Komi.